Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit me shpëlotet. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës devotshmëria në shpirtin dhe në trupin e njeriu. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërofyes për të devotshmit. Ajeti i parë dhe i dytë i surës Bekara. Ky libër me madhështinë e tij ka mahnitur gjuhëtarët dhe letrarët arab e jo arab. Ftoi njerëzit dhe xhindët që në kohën e zbritjes së tij, si dhe në çdo kohë, se përderisa është i përbërë nga këto shkronja, Elif Lam Mim, atëherë Allahu thot sillni një të ngjashëm me atë, por njerëzit dhe kushdo tjetër nuk është aq i përgatitur dhe aq pra si që tham i përgatitur për të sill një libër të ngjashëm me Kur'anin. Shkaqe që e bën Kur'anin të respektuar, dhe kjo është e domosdoshme për të gjithë njerëzit, është sepse fjalët e tij përshkruajnë një ëmbëlsi që gjendet në brendësi të këtyre fjalëve, por jo vetëm dhe të fjalive të tij. Si pasojë e saj, zemrat ringjallet dhe shpirtrat mbushen me kënaqësi e lumturi. Në Kur'anin famëlar gjendet një letërsi dhe një elekuencë që nuk i fshihet askujt. Kjo nuk është thjesht një thënie, sepse krijuesi i gjithësisë i ftoi njerëzit dhe xhindët, siç e tham dhe më lart, që të sillin një të ngjashëm se ai. Por ata ishin të paaftë për këtë gjë, ku këtë e shohim në Kur'anin famëlar, ku Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, thuaj, sikur të tuboheshin të gjithë njerëzit dhe xhindët për të hartuar një Kur'an të tillë. Ata nuk do të mund të hartonin një të ngjashëm me ta, madje edhe sikur ta ndihmonin njëri tjetrin. Ajeti 88 i surës Isra. Vërtet Allahu krijoi krijesa prej dheu, dhe ndër to është edhe njeriu, i cili është krijuar vetëm për të adhuruar Allahun Zotin një dhe të vetëm, për të bërë vepra të mira dhe për të rritur pra devotshmërinë e tij dhe për të arritur qëllimin kryesor, xhenetin e Allahut xhaleshanhu. Por si ndikon kjo fjalë, si ndikon Kur'ani famëlar tek ata njerëz të cilët në punën dhe në veprat e tyre ndihet devotshmëria? Fjala devotshmëri në gjuhën arabe do të thotë takwa, dhe vjen nga fjala el-wiqaya, që ka kuptimin e ruajtjes dhe të mbrojtjes. Me fjalë të tjera, ajo është aparati brendshëm i cili e mbron njeriu prej tiranisë së epsheve të tij. Ky ka qenë shkaku që prisi besimtarëve Imam Aliu a.s. e ka cilësuar takwan, fortifikat e cila e mbron njeriu prej rreziqeve të rreshqitjes. Ai thot: dijeni mirë o rob të Allahut, se devotshmëria ndaj Allahut është shtëpi e fortë e sigurisë. Po ashtu, ai ka përcjell tek ne dhe thot: devotshmëria është si kuajt e ushtruar mbi të cilat kanë hipur kalorësit me frerë në dorë e i çojnë në xhenet. Abdullah ibn Mu'taz e ngjason devotshmërinë me gjendjen e atij njeriu që ecën në rrugën me gjëmba dhe përpriqet që këmbët e tij t'i vendos larg tyre, me qëllim që të mos e shpojnë gjëmbat këmbën e tij. Ku thot: largohu nga gjunahet, të vogla qofshin apo të mëdha, sepse kjo është devotshmëri. Prodho mbulesë mbi tokën me gjëmba, dhe për ato që shihen, mos e përbuz të voglën, sepse dhe mali përbëhet nga guriçka. Kjo ngjashmëri nuk ka kuptimin e mënjanimit nga shoqëria, por ka kuptimin e hyrjes në shoqëri me përkujdesje që të mos njollosesh me pislliqet e saj, nëse ajo shoqëri është e njëllosur. Devotshmëria, të nderuar dëgjues dhe shikues, dhe përshëndrimi shpirtëror janë shenjat më të qarta të besimit në Allahun në ditën e gjykimit.
Ajo është baza e krenarisë dhe e përsosurisë së njeriut. Prandaj themi që devotshmëria ndihet në shpirtin dhe në trupin e njeriut besimtar. Ajo është themeli i personalitetit të njeriut në Islam, ku Allahu na thot: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, më fisni kundër ju tek Allahu është më i devotshmi i juaj. Ajeti 14 i surës Huxhurat. Dihet se Kurani është udhëzues për të gjithë njerëzit. Atëherë, përse ajeti i dytë i surës Bekare e veçon udhëzimin për të devotshmit? Sepse shkaku është se njeriu, nëse nuk ka arritur në një shkallë të saktuar të devotshmërisë, ai nuk e prodhon udhëzimin që gjendet në librat qiellor, tek i cili ftojnë të gjithë të dërguarit. Ajo shkallë është dorëzimi para vërtetësisë dhe pranimi i atyre çështjeve që janë në përshtatje me logjikën dhe me natyrshmërinë krijuese. Personat që kanë humbur besimin ndahen në dy grupe. Në grupin e parë janë ata që kërkojnë të vërtetën dhe që mbartin një mas devotshmërie, e cila i shtyn ata që ta pranojnë të vërtetën kudo që ta gjejnë ata. Dhe në grupin e dytë janë fanatikët, urrejtësit dhe kokëfortët, të cilët janë në mbikëqyrjen e epsheve të këqija të kësaj bote. Ata jo vetëm që nuk e kërkojnë të vërtetën, por përpiqen të shuajnë dritën e saj me të gjitha mënyrat. Është më së kuptueshme se personat e grupit të parë janë ata që përfitojnë prej Kuranit, apo prej çdo libri tjetër qiellor, sepse siç e kemi thënë në emisionet e tjera, të gjithë të dërguarit kanë ardhur vetëm me një mision, të cilat ka qenë udhëzimi në rrugën e drejtë, dhe rruga e drejtë është feja pastër islame. Ndërsa personat e grupit të dytë nuk e kanë fatin e përfitimit, ashtu siç është vepra e vepruesit kusht në udhëzimin tek hyjni dhe në atë të shrihi, po ashtu edhe aftësia e të aftit është kusht në të dyja ato. Pra njeriu duhet ta ndjej në shpirtin, në veprat, në trupin e tij dhe në të gjithë qenien e tij besimin që të arrijë në devotshmërinë e lartë. Toka kripore nuk prodhon dhe nëse mbi të bien me mira herë rreshe shiu, sepse aftësia e tokës është kusht në prodhimtarinë e saj. Edhe fusha e ekzistencës së njeriut nuk e pranon farën e udhëzimit, nëse ajo nuk është e pastër prej urrëties, kundërshtimit, fanatizmit dhe kokëfortësisë. Prandaj në Kuranin e shenjtë thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Kurani është udhërrëfyes për të devotshmit. Pra ato tashmë kanë hapur zemrën e tyre, shpirtin e tyre, dhe kjo devotshmëri i mbush qenien e njeriut në çdo hap që ai hedh. Dhe do ndoja ta mbylla temën e ditës së sotme me një hadith të ardhur nga Imam Aliu alayhis salam, ku thotë: vërtet, devotshmëria është çelësi i udhëzimit, thesari i botës tjetër, lirimi nga robëria për çdo kënd dhe shpëtim nga çdo shkatërim. Qofshim për atyre të cilët qëndrojmë të udhëzuar në rrugën e drejtë, të themi dëgjuam dhe u bindëm, dhe mos hedhim asnjëherë hap të gabuar dhe të jemi në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu inshallah. Në këtë momente ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju.